propozohen kandidat konsensual. Ne po dëshirojmë ta zvoglojmë pushtetin ton, ata s'pënalojnë. Paradoks në parlamentarizmin e Republikës Kosovës, sikur ky nuk kemi parë. Ne po themi, merreni kryetarin e kuvendit, po thojnë jo. Propozon e presidenti, na ja u mbushim në nënshkrimet që ju vynë edhe në fund ja u votojmë, po thojnë jo. Po ju s'vën mi pas 3 pozitat, a në ndërkohë na i kena 3 pozitat. Cili është kuptimi i kësaj? Na i kemi 3 pozitat. Na po themi merrni ja kryetarin e kuvendit, ja presidentin. Po thojnë jo. Po s'bën ti mi pas 3 pozitat, a ne po thojmë s'pe i marrim. Pas zgjedhjeve të reja, ushtrues detyre i presidentit sërish do t'jetë kryetari i kuvendit, e kryetari i ri i kuvendit do të takojë sërish grupit parlamentar më të madh të deputetëve pravet vendosjes. Asgjë s'ndryshon. Prap do t'i kemi 3 pozitat. Aman na ndihmoni që mos i kemi 3 pozitat. Ne po kërkojmë mbështetjen, ndihmën e opozitës. Boll na dolin 2 pozita neve. Nuk i dojmë 3. Të dashur deputet të opozitës. Ejani na ndihmoni që mos i kemi 3 pozita. Se na që tash i kemi 3 pozita. Cila është baza për pajtim që opozita e ka në mendje për zgjedhjen e presidentit kur dihet që së rezultati do të jetë i parafort? Pse duhet zgjedhje të reja për rezultat të njëjtë për mos ndryshim situate? Është me vend kujtojmë edhe diçka tjetër. Për herë të parë në historinë e Kosovës, qeveria në mandatin tonë paraprak apo Kurti 2, si thuhet në mënyrë të popularizuar, e përfundoi mandatin e plot 4 vjeçar. Ju e dini që në ditën kur unë i kam mbushur 3 vjet qeverisje dhe kemi hyrë në vitin e fundit të qeverisjes, menjëherë kam filluar komunikimin edhe me opozitën që ta caktojmë datën e zgjedhjeve. Unë nuk kam qenë interesuar që të qeverisja as 4 vjet. Dhe a dini çfarë? Jo që u bën 4, po u bën 5. Pas 22